Kur jam taku me Ilir Metën, eksakt të biseda kemi bërë që domethënë LSI-a ishte partia që kishte dalë nga Partia Socialiste. Se janë ca gjëra që harrova, nëse brezi i ri nuk e di. Ilir Meta është themeluesi i Partisë Socialiste. Ilir Meta është drejtuesi i freshit të Partisë Socialiste. Ka qenë gjithmonë funksionar antarkryesie i Partisë Socialiste. Unë nuk kam dashur që të isha pjesë e kabinetit Berishës. Nuk kam dashur. Nuk ishte kjo dëshira ime. Thjesht bisedum që unë mund isha pjesë e LSI-s për të vazhduar kontributin politik publik me idetë e mia që kisha. Unë kam prit me shumë vlerësim propozimin që më bëri Ilir Meta në prani të Nikës edhe të Petrit Vasilit. Kjo ka qenë biseda e parë që mua më propozu detyra e ministrit të drejtësisë. Sigurisht një jurist në politik, detyra e ministrit të drejtësisë nuk mund të mos e vlerësoj. Do ishte shumë naive, apo shumë arrogante, apo shumë çfarë doni pa drejt të bësh sikur. Jo, është një vlerësim shumë. Koha kur unë kam marrë detyrën ishte shumë e ngarkuar, shumë e tensionuar, sepse reforma në drejtësi kishte shku në një drejtim, kishte ecë shumë, kishte avancuar shumë, kishte shumë produkt. Në ditët e para të punës, më tha që as draftet mos i lexoj. Që i kam pa Amerikanët, nga Bruxelles janë sa kështu sa ekspertë, në këtë historinë akon, dhe më në ato kohë në deklaratat e mia të para kam thënë një ishte si biçim batute ku ishte deklaratë rrallë që shprehte eksakt të ndjesi që po ja u them juve sot që ne jetojmë në Republikën e Shqipërisë dhe jo në Republikën e ekspertëve. Eksakt ky ishte burimi i kësaj deklarate, sepse ne e kanë pa ekspertët këtë reformë, ne që punë ke, s'ka vlerë kanë pa ekspertët. Do të kalonte në një kështu, sigurisht që nuk e pranoj. Eksperti është ekspert, shohim punën e vet. Ministri i drejtësisë është këtu dhe për të dhënë kontribut dhe nuk e diskutojmë të pjesë. Kjo ishte veta e parë që i vura në këtë kuptimin me shumë dërmi, jo se kisha një drejtë, as nuk votoja, as nuk kisha nuk ndikoja. Po të donim, prapë mund të anashkalonin, po si të qoftë, kjo ishte qëndrimi i parë që ishte edhe misioni politik që më